Një herë një kohë të ishe i ri, pushteti të kishte zeli moshën dhe të kishte frikë guximin. Në 35 vitet e fundit ne kemi patur vetëm 3 protesta studentore, por listat e mbyllura treguan që në Shqipëri rinia nuk duhet më si rryma më e fuqishme që lëviz kombin për ndryshim, por si një plaçk për pazar. Dhe fatkeqësisht, këto 35 vite, parm si të rinj shqiptar nga rrëzues të diktaturës më të egër në Europë, u shndërruan një pjesë e bollshme e asaj që ka mbetur në garues se kujt i dilte më i madh damari kur u lerisnin petaleve të partisë së shtet. Dhe kjo pjesë, fatkeqësisht e bollshme e rinisë që ka mbetur, nuk e ngre më zërin për të mirën e Adheut. Jo. Adheu për ta fillon tek lideri i partisë dhe mbaron tek hija e tij. Shqipëria është thjesht një bazo dhe rinia, në vend që të ishin bletët, fal partisë, mbetën larva me të vetmen shpresë jo që të bëhen blet, larg qoftë, por që të futen në lista. E ndërsa shohim shtetet e rreth për qark nesh, se si të rinj trondisin themelet e qeverive autokratike me protesta këmbgulse dhe frymëzuese, shohim edhe modelin shqiptar të rinisë, i cili bazohet në një stil që s'ka as aktivizëm, as protesta, as ankesa, se kështu dhe halla, tezja, burri, gruaja, nuk na ikën nga puna. Stili shqiptar nuk do as drejtësi, as të ardhme më të mirë, as ujë, as drita. Jo, drita në fakt do, sepse do karikojmë celularin për t'i bërë share pozitimeve të propagandës. Ata duan vetëm 3 gjëra të voçkla: kafene, internet dhe të luten natë për natë që të marrin pjesë kokë ulur tek pokasti i shefit me shpresën që shefi do i përkëdhel dhe t'u jap diçka që nuk u takon dhe që nuk është as e atij. Po flitet shumë për Neo Malsoren, e cila para 6 vitesh, kur nuk ishte kaq e pjekur sa ç'është sot, merrte pjesë si protagoniste në protestën e studentëve të vitit 2018. Po sot që je bashkuar partisë në pushtet, i ke harruar valli idealit e sheshit? A ke menduar se si do bësh më mirë fermerëve bujqësisë duke u bërë pjesë e të njëjtës qeveri që po i falementon fermerët e bujqësinë? Mendon se do e ndihmosh veriun me të njëjtën qeveri që për të udhëtuar në veri të Shqipërisë të dyron të paguash, ndërkohë që për të shkuar në jug të saj është falas? Mendon se mund të ndërtohet një vend me të njëjtat mjete që po shkatërrohet? Ndoshta nuk e ke menduar. Ose ndoshta e ke mirë menduar dhe në ngrim sallat kot. Por sot, të ish i ri, pushteti nuk të ka më zili moshën, sepse ju ka plakur mendjen pa u plakur ende trupi. Ndërsa sa për guximin, pushteti u ka frikë vetëm atyre të pakëve që ende e kanë.